Përshëndetje. Mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi ime. Trajner ka qenë me të dyja ekipet, por ne do të fillojmë pak më herët me karrierën e futbollit. Më bëri përshtypje se ka luajtur shumë pak futboll, pra 5-6 vite. Çfarë ndodhi që nuk e vazhdove futbollin e luajtur si lojtar? Arsyeja kryesore që un jam larguar si futbollist ka qenë dëmtimi im në ligamentet kruciat, ku jam operuar 2 herë dhe kjo ka qenë arsye në moshën 23 vjeçare. Me Besën e Kavajës kemi qenë në Lushnjë në gjysmëfinalen e kupës kundrejt Tiranës dhe siç ka qenë stadiumet natkor kanë pas atë bordurën që ndante pistën me fushën dhe marr një top gjatë nga Daiu edhe Dabulla ka qenë i treti i mbrojtjes Tiranës. Ka qenë edhe Rudi Vadë, kishin ekip shumë simpatik. Kisha Mukun në krah dhe Ramadan Sheu ishte në atë kohë trajneri dhe gjithmonë më thonte mos shko përpara, do rish të mash vetëm devin. Po ishte një situatë pash hapësirën dhe u nisa. Ai ishte fati im, Dabulla shumë i fortë fizikisht, dhe ishim paralel ai, po ndishim hapësirën. Ma futi bryl të mirë. Si Dabulla pra. Po ma hapi mirë dhe mua më ersuan sytë edhe më ka rënë gjuri në bordurën, ishte një cep bordure ku Ansori vraponte, edhe kemi qenë Ansori vrapoi çik më tepër dhe unë rash aty. Siç më thonë, e kam edhe shenjë tani. Ishte momenti i dëmtimit. Ky ka qenë. Do thotë ti u dëmtove me bordurë, jo me lojtar. Po, kështu ka qenë shumë vërtet. Edhe në momentet e para dyshuan për krisjet patelës, pra kupa e gjurit, edhe pata peripetësi, uri futa dhe i herë, bëra një operacion me menisku, pastaj përfundimisht shkova në Gjermani dhe bëra atje. Shko Dabullën, se dite i flet, i ban mëria. Çka ka thënë Dabulla? Keni komentuar? E kam diskutuar ku kemi qenë në një studio televiziv për emisione sportive. Edhe më thot nuk e mbaj mend, më shumë mirë i them unë pa. Ti se pa më shkoj. Aprila ka dhënë Dabulla, nuk besoj që mban më të gjitha. Për këtë ka drejt. Po pastaj si erdhi kalimi nga le futbollin si futbollist, si të shkrep në mendje të hyje trajner likut. Sapo kisha fituar drejtën për master në Universitetin e Sporteve dhe në ato momente takoj Artan Mërgjyshin, edhe më thot që kemi nevojë ke klubi Dinamos, je çun i ri, mund edhe të fillosh me moshat. Dhe aty, për të qenë sinqert, ka qenë edhe Ilir Daja i cili më ka dhënë mundësinë dhe unë e falenderoj, gjej rastin ta falenderoj dhe shpeshherë kam falenderuar për mundësinë që më dha, sepse ishte drejtori i akademisë në atë kohë. Dhe shumë shpejt nga moshat ai më dha besimin dhe mora U17-ën profesioniste Dinamos dhe aty ka qenë ajo hapi i parë që kam filluar si trajner me moshat. Ke qenë gjithmonë një trajner i përullur, por ti ke bërë punë të mira, për shembull ke marrë Partizani vendin e 8 dhe çove vendin e 2. Ke marrë Dinamon në vendet e fundit e çove në Kaçe. Ke marrë Korabi, ke bërë mirë. Pra je një trajner që nuk flet shumë, por punon goxha mirë. Futbolli sotëm nuk është vetëm pjesa tekniko-taktike apo pjesa fizike, por shumë i rëndësishëm është faktori mental, menaxhimi në mënyra të ndryshme, sepse kemi karaktere dhe prandaj është kaq i bukur futbolli sepse duhet mesh me karaktere të vështira dhe unë mendoj që në përgjithësi futbollistët janë të vështirë. Po pak psikologun pra atë ekipit të shkon. Patjetër, unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe lexoj libra, normalisht libra që për psikologji sportive sepse patjetër. Më si dritim talent jashtëzakonshëm. Si drit guri. Thash ti bëj pak teori çik më tepër. E kupton? Edhe unë e pash tash në tabelë filloi të bësh shenja me frashin edhe qeshte, pse futbollist. Patjetër. Kishim një dritar edhe duke gjithë stadiumi që tifozat plot. I shef këta i thash. Sa kënaqësie do kisha i thash të lej ty sot në stol. Dhe unë e di shumë mirë se ç'a do mbonin mua ata 4-5 veta i thash. Nuk do më leshin non, motor i thash pa msha. Por i thash kënaqësi që do ndjehe unë të shihja aty dhe unë ke bankina për atë që më bone. Edhe gjithmonë futej në xemje i fundit, edhe rinte 5 minuta, unë i bërtisja asistentit tim i thosha, po ai, ja se po vesh getat. Ai e bënte, dhe dashuronin shumë atje, që gjithë ata rinin 5 minuta, ku gurin, pse se ka fut gurin, pse se ka fut gurin. Edhe sa dilte ky në xemje, po. Ore, ngreheshin sikur kishte realizuar gol. Dhe për mua ka qenë një vit shumë i bukur, sidomos sepse kënaqësinë më të madhe ta jep tifozeria dhe ata kanë qenë më të vërtet. Përmendë një rast konkret shumë të bukur, po për shembull kur erdhe tek Partizani që është edhe ekip më i madh. E morën vendin e 8 dhe çove vendin e 2. Cilin gërsh bllokove te ky ekip?
Një nga pluset e mia ishte sepse unë isha e pjesë dhe kisha kohë që punoja tek Partizani pothuajse 4 vite. Një ambienti. Një mirë ambientin duke ju referuar dhe arritjes objektivit që dolëm kampion, unë kam qenë asistenti i Skënder Gegës, ishte e një ekipin dhe më ka mbështetur shumë presidenti bashkë me drejtorin atko Olsi Rama, dhe fati im ishte të paktën që e mora në janar dhe kisha mundësi edhe për pak merkat. Të ndërhyje. Sepse momentin që mora Dinamon e kisha shumë të vështirë sepse gja ishte markat. Grupi që kisha, po. Dhe kisha 2 javë gjysmë për të punuar. Edhe kisha 5 element që në mbrojtësa. Ishte Ilir Bitri. Edhe ishim mbledhje, po ja 2 orë ca 3 orë me drejtorin, jo me presidentin. Edhe në një moment konfidence me drejtorin, më thot, ore ti, thot, më falo tanë, thot, tashi, dole të, unë kam 5 qëndërmbrojtësa burë, thot, luj menshte, lujt menshte, i thot, tashi të më kërkosh qëndërmbrojtësa, i thash, e du Bitrin me ngull. Bitri, pa. Po jo, tha, ja, luj si daja, tha, me 3, oj, tani, thash, unë nuk kam të lujt me 3, unë kam filozofin, i thash, me lujt me 4, me 2 qëndërmbrojtësa, kur të më duhet në jeri, i thash, do të apëj nga sforcimi, nga, nuk e shikoj do të me, filozofia im është. Mas e ore shof se dalë ke skuka, tash, shof aty, largohet skuka nga Dinamo, ke këto portalet online. I shkruaj drejtorit, i thash, këshu. Po kërkoshim dhe sulmus. Dole ke sulmusi, tha, s'kemi mbyll akoma këtë, tha. Pra ka qenë mbrojtje vajti repart avancuar direkt. Po, direkt. Mirë më tha mua, okay, me që ti do, i thash, është alternative mirë, unë kam besim ka i djali, e kam parë shumë në kategorinë e parë, më pëlqen, edhe do t'jetë edhe për të ardhmen, por nuk jap garanci, do më thënë, i thash, sepse se njoh si karakter, por cilësit i thash, i ka. Mirë, okay, tha, ta marr direkt, më tha mu, por tha nuk të marr tjetër. Mas ja 2 orësh merë presidenti. O tani tha, po, e do Bitrin, tha, ti e ke kërku Bitrin? Po, e do më tha mu. Me të thonë drejtën, i thash, ore më thuj, tha, mos e zito farë. Një fjallë, një fjallë. Ashtë i madh farë. Edhe, e do më qaj kokë mu, tha. E du, i thash, mirë në regull, mirë, tha, se flasë. Nuk shkoj gjysmore, dhe elke faqa, prezentuet, e në Bitri. Po e marrë vesh akoma ti doli direkt. Jo, e bëri bisedë. Okej, pra okej. E bëri bisedë, mako, e do, tha, po i thash e du, mos e diskuto, mo tha. Ne kishim po 3 orë mbledhja, me drejtorat, me kupton. Vetëm e du e marrë direkt. Por e posto si ke marrëdhëniet me tot Partizani? Shumë mirë, kam shumë mirë. Nuk keni atë mbetje që ty të ka marrë gjithmonë kur ka qenë klubi në krizë dhe kur sikur të rregulluar të jenë larguar e kështu. Je okay. Jam shumë okay. Patjetër që gjatë punës mund të ketë edhe por koha edhe unë nuk jam i pagabushëm. Patjetër. Më kupton, por Partizani është brand, është maja e futbollit shqiptar, edhe presioni jashtëzakonshëm bën atë që janë të padurueshëm në momente decisive dhe pjesa e trajnerit është edhe pak me fat. Dhe më kujtohet penaltia e Rapajt që të gjitha penaltit i ka bërë. Me ato Gjorgjano. Sa Bortalo. Da me thënë, të gjuash 9 penalti, edhe të humbësh fundit, kur na majti gjatë gjithë kohës Aldo Teqa, edhe ndoshta kjo ka qenë edhe, por ky është futbolli, do edhe i çik atë momentet. Me gjitha të, a i ka qenë një nga sezonet më të bukura të mijat dhe sidomos ta marrësh në vendet e treta dhe ta çosh në vend dytë. Kanë qenë disa fitore dhe ka qenë një nostalgji për mua, sidomos vlerë merr edhe klubi vet, por mbështetjen që më dha, por edhe elementet që kishim. Profe, ti përmendë raportin me Partizanin, po me Dinamon, e ke një raport se është edhe kjo çështja e gjyqit të kasë, po jo? Po, patjetër. Për qenë sinqert, unë nuk jam natyrë, sepse do bie kontraditor pastaj me atë që thatë ju më parë, Flori, që unë jam i përullur. Po të tregoj pjesën e Dinamos, unë për Dinamo kam dhënë shumë. E kam trajnuar edhe në vitet kur ka qenë erët fare. Kam trajnuar pa drejt page, bëja për dashurinë atij klubi, mos degradohej, mos shkonte në kategorinë e dytë. Kam sakrifikuar për atë klub. Në momentin që e mora
Rishtas Dinamon, kur ka ikë në Vildetin në kategorinë e parë, ishte 4 pikë nga flamurtari dhe kishin dhe 9 javë. Vija nga Partizani dhe rrezikova në këtë aspekt, sepse në qoftë se sarrija objektivin, Superligën, gjitha do të binin Të gjitha binin mbi ty. patjetër. Arritëm në Superligë, falenderoj presidentin që më dha besimin për ta bërë skuadrën, e nisëm, grumbulloj skuadrën në Pogradec dhe unë marr vesh që bëjmë ndeshje me Skënderbeun, miqësore, shikoj trajnera lart në tribunë. E dija që trajneri Di Biagio flinte ke hoteli i presidentit. Isha shumë biseda, më vinin gazetarët, i thoja, jo, unë kam i kontratë me klubin, respektoja dhe klubin. Tani kjo po bëj pa dinin tënde, apo? Pa dinin tim. Nuk kishte bërë një bisedë baraprake. Unë kisha kontratë, po nuk ishte bërë. Ishte më ndeshme, tani unë e bëra dhe fasën atje, neta dhe 10 ditë. Më erdhën më komunikuan, duam të mbajmë në klub, po ne kemi projekt tjetër, kemi marrë trajner tjetër. Jo, faleminderit, i thash. Dhe nuk pranova që t'jem. Në momentet pastaj që Dinamo shkoi, ashtu si shkoi, më ofruan përsëri, do vish këtu, do jesh pjesë, më ofruan këtu akademit, fillova ja një javë me objektivin që ti je pjesë e jona dhe ti e njeh skuadrën, nëse nuk do t'i eci Di Biagio, do marrë skuadrën. E marrë skuadrën, shkojmë deri aty ku shkojmë, me vështirësitë e kampionatit shqiptar, me diçka më mirë lëvizje në janar, mund edhe të kishim kap për 1 pikë, 2 pikë, mund të kishim kap edhe Final Fourin. Por, për mendimin tim, është situatë që e mora skuadrën, në vend fundit me 7 pikë, 4 pikë nga Erzeni, ku ishte zhvilluar një fazë, mendoj se bëm një ekip, një kampionat shumë të mirë, e di pse po të majmë, më thot mua president, edhe e falenderoj për këtë. Në qeshor, mbasi mbaruam, po të majë thot se e bën lojë të bukur dhe më pëlqen. Dhe më thot vetëm për lojën e mirë, po unë duhet të dalë kampion. Dakor, ti thash. Dalim kampion, por duhet marrësh kampion. Që dalësh kampion, duhet marrësh kampion. Duhet bërë grupi për kampion, po. Bëm ato lëvizjet tona edhe shkojmë në Itali. Pa ashtu si që organizohen skuadrat shqiptare, më shumë në letër lojtarët, merë në telefon presidenti, ishim aty, a e do bregun, po si se do bregun, i thesh. Po ti, kushtë do bregun. Kushtë do bregun. Mora pastaj informacione që gjatë kohës që isha në Itali në fazë peritore, tinin të portale, do vi Lirdaja, nuk unë ndjeva mirë, faktikisht sepse nuk ka asgjë të keqe, por është më ndeshme, tani kam mendu që do bëj këtë. Për një diskutim edhe? Edhe, mbaroj, nuk ka si do se do jesh deri në këtë. Për ato 2 ndeshje, po kur fliten portalet, gjitha, atmosfera e çunave pastaj filloi. Në edhe shkosh ti bësh po jo, i bën dëm ekipit tënd. Sepse ti gjatë gjithë kohës flasin gazetat, e gjithë e din që do vi trajneri tjetër, ti nuk mund të futesh në lojë dhe unë nuk kam më çfarë jap. Luaj me Egnate, po të luaj në Ballsh, unë bregu minut 90 penalti, hajmë gol në minut 92 dhe këto ishin pastaj gjëra që ti bën dëm vetes. Momentin më pezullojnë dhe më thonë, je i pezulluar, do shkosh ke u ishte njëshi. Thash se pranoj, sepse më e mira është, i thash. Ka ardhë drejtorin atë kohë Luan Pinari, me një pezullim. Ato nënshkrimet, jo, më thot, ishte dhe Ermal Barush, i rëndësishëm. Nuk rëndësishëm jam, i thash, për familjen time, por tani i thash nuk e pranoj këtë. Jo, tha, duhet të pranoj, aty tha na shërben më shumë. Me që kjo është vendimi i presidentit, edhe doa i thash një takim me presidentin, edhe ta zgjidhim këtu nuk është problem, e zgjidh vetë me presidentin. Tentoj që të jo, tha, kjo është vendimi i prerë, edhe i presidentit. Okej, faleminderit, por nuk është e mirë kështu. Pastaj më detyruan se kërkova që të bënim një marrëveshje, për vetë faktin se ishte hera 2 që bëj kjo. Po, e njëjta gjë për herë 2. Do ishte më ndeshme. Dhe me Dinamo si e zgjidhe profe në kas? Pastaj, mbasi nuk pranuan që të kishim marrëveshje gjatë menash, më detyruan
që ta çoja në Federatë Shqiptare, sepse kështu janë rregullat. Po. Mbas të rregullave, unë fitova 1% të pagës time në të drejtë në Federatën Shqiptare të Futbollit, por ishte edhe një pjesë tjetër që duhet të paguesha, që nuk mu dha e drejta. Pra se gjeten 100% drejtësinë të federata? Jo, pa ashtu shikoj, edhe varet nga gjykatësit. Qartë. Edhe ashtu e shikoj gjykatësit e federatës, por përderisa ata më dhanë të drejtë pjesërisht, do të thotë që dhe jo mos ta kem 100%. Mos u ke maksimumin. Edhe gjatë gjithë kohës ata thonin, do bënin ai marrëveshje. Është marrëveshjen duhet ta ma vënë atë në tavolinë që ta hajde të bimë. Jo, ishin kështu. Okej, dhe për vetë faktin se ata u sollën ashtu më detyruan të shkoj më lart. Dhe kjo ka qenë arsyeja, domethënë, megjithatë prapë unë kam marrëdhënie të mira, besoj, dhe me sidomos me presidentin, po këto pjesa tjetër që janë poshtë, këta janë më të rëndësishmit që i bëjnë gjitha në futbollin shqiptar, që sa e vend trajnerin duan ta heqin, kur fiton ndeshjen i marrin këta meritat, kur humbe ka fajin trajneri. Tani ai është një sport kolektiv dhe që të arrish suksese duhet të jesh në unison. Duhet të pranojmë njëri tjetrin me gabime me të mira, me që të ecim përpara. Si rastja Bilalia që do të merita për Partizanin aktual. Jo, se dje kishte bërë një... Po pra ne po them, ishte si e peti atë, e pet si... Tani, ajo është çështje individuale. Unë asnjëherë s'kam bërë... Si të them unë tani që doli kampion Partizani, po e nxorra unë, nuk e nxorra unë Partizanin, mbasi ikëm. Është e vërtet. Qartë. Ishte përgjigje që ti dha gjitha. Profe ke kritikuar skemën e Final Fourit. Vazhdon të jesh më gjeti mendim për Final Four? A mund të thotë diçka lutem ndërkohë? Se unë nuk e dija këtë zbulova dje. Në rast se aktualisht Vllaznia është me 51 pikë. Me rast për gjysmimi i bie 25.5, që merret shifra më e vogël e mundshme. Pra Vllaznia se quhen 25 pikë në Final Four. Unë se disha këtë dhe kur e mora vesh dim duket budallik. Që ja humbi gjys pikë po. Ikën ky një pikë që për çfarë e mori Vllaznia një pikë? Që fund fare i bën diferencë. Po pra, për çfarë e mori? Unë tani linja për ty. Mund të jetë barazim se nuk e dija. Mund të jetë barazim me Dinamon ai që është i vështirë për shembull. Duke u referuar uljeve të pikëve, jap të drejtë organizatorëve që besoj se e kanë rregulluar goxha për këtë lloj formule. Dhe besoj se është me të vërtetë është pak më konkurrente se sa ajo më përpara. Dhe ka bërë goxha edhe më të atraktive Superligën. Po ta shikosh janë 6 skuadra që luftojnë për vendin e 4. Por edhe 4 që nuk pranon me njëri të lirë pikë me pak fjalë. Po, patjetër. Dhe unë mendoj që është pozitive, sepse ke edhe atë ndeshjet direkte dhe janë me pikë dhe aty. Sepse të duhet dhe një sforco në fund, pavarësisht se të vjen keq, që ti gjatë gjithë kohës je në vend parë. Dhe mund ta humbësh në fund. Mund ta humbësh sepse mund dal se barazimi avantazh për atë që është lart. Po, nuk është normal. Po pra profesi do ta rregullojnë skemën ta të federatës, a nuk është prap dështim në momentin që nuk vjen Tirana, sepse në fillim ndryshimi i Final Fourit u bë me ideologjinë që duam që në Final Four të ketë tifoza plot e Albania, që të kenë dhe klubet të ata financiare. Ky është justifikimi kryesor apo jo? Po patjetër. Argumenti, justifikimi, ndjes. Nuk e menaxhon dot organizatori këtë pjesë se Tirana është aty ku është. Pra kot që e bën Final Fourin. Tani përfundim dal. Tani un jam pak skeptik e Final Four, nuk e konceptoj dot se jam profesionist, nuk mundet që të jem Final Four edhe të miki gjithmonë 36 javë për 2 ndeshje. Për 2 ndeshje. Por cili do ishte për ty skema ideale e kampionatit? 12 ekipe, 14? Jo, për mua do të jetë 10 ose 12. Por më e mira është 12, sepse po t'i referohemi, jap drejt federatës ke 10 apo deri te 12. Kemi parë më përpara me atë skemën e famshme 16 apo 14 nuk kanë buxhetin skuadra te e 12-a në vazhdim që të jenë mbarvajtjen e kampionatit, sepse prishin garën. Sepse në qoftë se s'ke anën ekonomike nuk mund të jesh edhe kompetitiv. Dhe mendoj, deri ke 12 dhe ta bësh me 3 faza apo 4 faza dhe fazën e 4-të, 6 e para luajnë për një kampionat në vete dhe 6 e dytë për të rënë nga kategoria do të jetë më sepse them ti shtojmë dhe 2 për vetë faktin që Pogradeci, Besa Kavajës, Skënderbeu, Laçi janë skuadra që kanë anë ekonomike, por kanë dhe ekipe shumë të mira. Kur erdhi Silvinjo në fillim,
Ka thënë që nuk dua ta paragjykoj, pra ke bërë parapritje, nuk dua ta paragjykoj, por do doj një trajner me më shumë eksperiencë se kombëtarja. Ai ka rënë pishman fjalëve që ka thënë atë kohë me ato që ka treguar Silvinjo apo vazhdon mendon po një lloj? Unë vazhdoj të jem që duhet të kesh një bagazh dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme. Nuk ma luan topi këtë dhe vazhdoj ti për të bërë unë avokatin e atij. Ka trajnuar Brazilin me një nga trajnerët të ndëj futbollit. Ka qenë me Mancini dhe Quinteri. Ka patur ekipin e Lyonit. Pra një eksperiencë ka, nuk ka se vjen nga rruga. Jam dakord, dhe unë do t'jap vlera për këtë eksperiencë që ai ka marrë, ne na çojnë Europian. Patjetër. Por si na çojnë? I thua mënyra. Loja. Prit. Tani loja, bravo i qoftë se prapë edhe Mourinho fitues është. Nuk intereson një trajner sot. Sot duhet me çu pikët në shtëpi. Por duhet mua nuk më ka pëlqyer Silvinjo, sidomos në mënyrën se si e ka menaxhuar mbrapa Europianit ekipin kombëtar. Për vetë faktin, ishte merit që na çoi, edhe për merit lojtarëve, edhe për vetë fatin ton që në atë grup Çekia, Polonia ishten dy ekipet dua të them në historinë e tyre më dobta që kanë kaluar një periudhë terrët ato. Me Poloninë nuk e ul vlerën e teknikut. Por qenë mua nuk më ka pëlqyer mënyrën se si ka menaxhuar mbas Europianit në National League. Aty dështuan fare në Ram Ligën C. Shikoj, një fenomen që ka ndodhur dhe pas Europianit 2016. Pra nuk është era parë që ndodhte kombëtare. Dhe unë prandaj dua të kundërshtoj se aty do merrte vlera një trajner të dinte të menaxhonte dhe siç fitoi Yasir Hasanin, siç fitoi Mitajn apo elemente të tjerë. Normalisht duhet sillte edhe element më të ri sepse ishte vet National Liga që ai duhet bënte atë rritjen progresive të skuadrës. Dhe unë mendoj që aty ai çedoi, ndoshta duhet ajo eksperienca e merit e tij është që ai në ndryshe nga trajnerët e tjerë ka ardhur dhe punon këtu. Që jeton këtu gjithë vitin. Punon, patjetër. Por merr 1 milion euro profesor. Patjetër. Po dhe tjerët i kanë marrë lekanik shtëpi. Ne do punonim edhe për 10% në atë edhe do shkonim. Jo, është vërtet ajo, por ama do ta kundërshtoj pak Florin në këtë aspekt që kemi kombëtaren me element nga më të mirat. Po, grupi ndoshta më i mirë që kemi pas. Më i mirë dhe jo vetëm një 11-që, se kemi pas edhe element shumë të mirë. Mos ta harrojmë kombëtarin e Afizit, mos ta harrojmë kombëtarin e Debiazit. Po Debiazi ishte i limituar, kurse ne po lem jashtë Muçin, po lem jashtë Mehmetin. Tani kjo është ajo që ndoshta edhe ti më jep drejt që një menaxhim më i mirë. Dhe kjo është ajo që ai ka cilësi, po shpesh herë është i lëkundur në zgjedhjet e tij. Shkojmë në Europian 2024, kthehemi formën më të keqe. Pra pas një arritje duke thur ka një rënje. Kjo është ajo që them unë, eksperjenca që duhet të ketë një trajner i ekipit kombëtar që të menaxhojë këtë problem, se një trajner nuk ka çfarë bën për 5 ditë që do grumbullojë skuadrën. Por në aspektin si punon, në aspektin psikologjik dhe ti vësh në punë ata lojtarë dhe ti bësh maksimumin. Për shembull, ka surprizuar Silvinjo me zgjedhjen e Manajt. Aty i kam dhënë vlera, për çfarë arsye? U mbet penalltin me Serbin dhe prapë futën me Serbin. Që nuk e prit njëri të ishte titullar Serbi. Diferencë. I rrit vlerat. Por ka edhe problemet e tjera që normalisht nuk mund të lesh Muçin jashtë. Nuk mund të lesh Anis Mehmetin. Megjithatë, ai ka filozofinë e vet dhe patjetër që i jep të drejtë. Sa herë që trajneri ka ecurit mirë rezultate, se ne nga herë edhe harrojmë që jemi kombëtare e vogël. Ne duam dhe të fitojmë, por edhe me lojë të mirë. Po mirë, shpreha tjetër është që Reksi vjen duke ngrënë. Kemi 2 europiane, tani kërkojmë botrorin. Patjetër, po dhe jemi shumë afër. Me pak fjalë kapim botrorin. Nëse kalojmë Polonin, kemi shanse të shkojmë. Po shumë nga çunat e kombëtarës na ndjekin edhe nga ekrani, një këshill që do i jepje nëse dikush po na dëgjon tani. Patjetër, i përshëndes dhe normalisht këshilla ime që po jap në këtë moment duhet vlej kur tjetë ai momenti që ata të futen fush, mos të mendojnë fare për rezultatin, po të japin shpirtin për skuadrën dhe mos bëjnë më të mirë kundërshtarin se veten, se mendoj që janë më të mirë se kundërshtarin.